Përshëndetje. Kryetar, si është Deçani sot? Po, mirë, duket por mirë është diçka e zakonshme, me esjen e vet, me problematikat e veta, me punët e mira që janë bo, me punët që presin për më bo. Sigurisht. Besoj që kjo është normale. E qartë. Kryetar, me qenë se fillimin e emisionit e nisëm edhe me ditën e çlirimit të Kosovës, cili ndoshta kish me qenë një koment ose një urim për krejt ata ndoshta që kanë kontribu për këtë liri që na në fakt e gëzojmë sot. Besoj që nga njerë nuk kuptojmë esencën ose jemi të prirur me arru diçka është edhe normale si mas meje, po diçka që na ka vlejt mas shumë të për cilën jam përkushtu gjithmonë edhe brezat për neve ka qenë me orë deri te dita e shtërimit, te dita kur jemi të lirë, kur jetojmë lirshëm, pa na pengu dhe pa na cenu askush. Kjo ditë është mri falë sakrificës dhe mundit madh të shumë patriota dhe shumë brezave, është bo kapitale me luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës që duhet me pas një respekt të jashtëzakonshëm dhe të veçantë, sidomos për dëshmorët, për martirët, për veteranë, për invalidët e luftës, për ata që i kanë kontribuar kësaj çështje. Pak a shumë, ky është koncepti jam, jo që ne duhet me mbet gjithmonë duke potencu këtë falënderimin ose duke i thonë faleminderit njëri tjetrit për këto që kemi bo, mirë po nuk duhet me harru, spaku nuk duhet me harru, nuk duhet me abuzu, nuk duhet me zhujt shibla, i themi ne ka una janë këthenaj mbi këtu vlera që e në kriju më shumë munde, më shumë sakrificë. E qartë. Po mos të ishte kjo ditë, ne nuk kishim as kishim pas ankesa tjera dhe as nuk kishim për suksese tjera. Shumë e vërtet. Po kalojmë pra tek ankesat dhe sukseset ashtu si që përmendët ju, si është situata në Deçan duke marrë parasysh që ende nuk kemi institucione. Ditën e djeshme kishim tentativën për 30 herë për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, e cila rezultoi pa sukses. Apo e pëson këtë edhe komuna e Deçanit? Fatkeqësisht, ndoshta nuk na takon me fol ditën e shtërimit të për këtë temë, po jemi të jetu një farë absurditeti bukur ekstrem. Për arsyën e vetme se në rastën prap kthehem në kujtesë ma tutje, askush nuk kish me na kuptu për atyre që i përmenda më herët, prej do brezave që kanë qenë pranë neve, prej do bashkëluftarëve tonë që janë dëshmorë, janë heroj të kombit sot. Nuk kishim na kuptu pse jemi orë në këtë situatë. Mirë po që ky absurd është instalu tash në shtetin e Kosovës, fatkeqësisht që sa më shpejt më t'i kalu. Institucionet komunale janë të nivelit dytësor, janë të nivelit sekundar, mirë po që janë tepër të rëndësishme për funksionimin e shoqërisë dhe të komuniteteve dhe të shtetit, dhe çdo absurd që ndodh në nivelin qendror normal që reflektohet atë ne, për shkak se jemi në muaj qershor dhe ne nuk dimë ka me pas shikim buxhetit as ka me pas. Jemi po ashtu në muaj qershor dhe nuk e kemi ne bashkëpunim me ministritë caktuar për punë që është dashur për mendohen në këtë shtetin, këto qytete që ne i përparësojmë si kryetarë të komunave. Domthon është një farë zinxhir, një farë hallkë që po u shkput e para, domthon nuk vlen ky zinxhir i mastinaj fare. Fatkeqësisht këtij diskursi edhe matutje po i shërbejnë partitë politike dhe sidomos partia e cila ka fituar shumicën. Kur je fituesi, kur je i madhi, të bjen hise që me qenë edhe ma solidar, me qenë edhe ma i kuptueshëm dhe me morë ato përgjegjësitë të cilat nga njerë nuk janë që të përputhen me egon çfarë do qoftë ajo që e kije. E qartë, kryetar, tashmë dihet edhe data sa i përket zgjedhjeve lokale 12 tetori do të jetë ajo që po na intereson, do të jetë Bashkim Ramosaj sërish kandidat për të parin e Deçanit? Po, patjetër, ashtu jam i nominuar edhe nga partia që i përkas Aleanca për Armiqin e Kosovës, nga aktivistat e shumë, nga kolegë shumë, nga strukturat e kësaj partie. Është diçka që është e vështirë me u shpjegu, po në këtë qytet ka ndodhur një transformim. Spor jam transformuar në 2017 kur kam marrë pozitën e kryetarit dhe këtë transformim e kam marrë më shumë për kushtim sepse s'kemi qenë adresë e një shteti, ende jetojmë në një shtet që është kurth gjeografik brenda Kosovës për shkak
cirkullimit njerëzve të madhe, shkëmbimit përvojave, për shkak lidhjeve që i kemi shtetet e mëdha, mos pasi të zhvillimit dhe kjo dukuria që është tmerruese, që është tepër tmerruese për krejt neve si qytetar, ikja prej vendit dhe jemi mundu me i bot disa punë që me adresu që të funit me pas të përmbushën i mandat tonin, një synim tonin që besoj çdo pushtetar, i cilës do kategori, qoftë niveli qendror, qoftë lokal, duhet me pas parasysh që ne jemi të thirrur me i motivu djemë dhe vajza me jetun këtë shtetin, me jetun këtë shtet, me ju jap shpresë, me ju kriju një standard ekonomik, me ju jap zgjidhje gjeneratave edhe të reja, po edhe mosha tjera. Dhe këtu kemi ngecë disi nuk jemi në dinamikën e dur, nuk jemi në shpejtësinë e dur për shkak se duhet me pa veten që edhe konkurrues jo vetëm me shtete tjera ose fqinje, po edhe me shtete tjera që dikush po ecë më përpara dhe në rast se dikush ka ecë 2 hapa ose 1 hap përpara e ki vështirë për mendzon dhe është në farë ecje e një trajtshme që është dashur ndodh se fatkeqësisht nuk po ndodh. Keni pas penalizim nga kontrata kolektive, ne dim që dhe Grand Indikator ka dalë të jetë një problem për të gjitha komunat, është ballafaquar komuna Deçanit me këtë problem? Po ka qenë e zakonshme edhe komuna Deçanit edhe komuna tjera janë në të njëjtën situatë, në të njëjtën hall, nëse mund ta më thoj kështu, për shkak se ti e projekton në muajin shtator pas dëgjimeve buxhetore, pas komunikimit që e bën, debatës që i krijon me njerëz, me fokus grupe të caktuar, e projekton këtë buxhet dhe ndon në përkode që me kryen një punë, mirë po është kjo kontrata kolektive që ta prish këtë ëndrrën për me mrit disa synime. Unë juftoj se me orën Deçan me pa Deçanin që ka ndodhur, sepse në memorien time, në memorien edhe vizualet të mjetëve tash që ekziston në Deçan i 2018-s dhe ekziston në Deçan i 2025-s, që është të jetë ndryshe, mos ta krahasojmë me natën nonën në kohën e shërimit ku s'ka ekzistuar si qytet fare, ku ka pas e tmerrshme me spjegue. Thuhet që s'ka pas kur gjë fare. E qartë, kryetar, po besoj që tashmë është edhe një përgjegjësi tjetër, duke ditë ndoshta që shkaku i parregullsive që kanë ndodhur edhe në nivelin qendror, ndoshta shumë projekte kanë mbetë në gjysmë dhe s'kan arritur mu realizu, por tash do të jetë edhe një përgjegjësi më e madhe pasi që rikandidoni dhe konsideroj që ndoshta ka me qenë më mirë për krejt qytetarët e Deçanit me kuptu ndoshta edhe këtë realitet që jo pse s'keni dashur mi realizu, po që jeni penalizuar edhe nga niveli qendror. Deçan nga njerë, unë kam një përshtypje, unë kam jetu gjithmonë Deçan. Po. Dhe jam shkollu në këtë qytet, kam kontribuar në këtë qytet, uja prej demonstratat të nënë si gjimnazistë deri në përfundimin e luse, mandej edhe në aspekte tjera. Dhe ju kam përkushtu shumë studimit këtij qyteti. Dhe unë besoj që e di fondin zhvillimor të qytetit, di resurset, di potencialet, dhe ajo që nga njerë ndina jo i përmbushun, kam një farë përshleku në vetën, është që kam përshtypjen që njerëz që përvazhdojnë institucionet, qoftë deputet, qoftë ministra, qoftë agjencione, nuk ja kanë idenë cili është fondi zhvillimor i Republikës Kosovës. As më pak i qytetit. Ishtë dashur me u qas më drejt për drejt, ishtë dashur me bu ndarje buxhetore të funit me i bo zgjidhje të dura. Përmendoj sot dhe 3 vjet po kalojnë 3 vjet që rruga Deçan-Plav nuk buxhetohet. Është një kontest, është kry më shumë se 70% e kësaj rruge dhe për 30% ne nuk mundem me shku deri në Plav. Tash e 5 vjet po bëhen që ne nuk ka mohu e drejta për mi pas kanalizimin në këtë qytet. Ku i kem pas 2 kontrata, 2 marrëveshje, mirë por që ne janë mohu nga Ministria e Ambientit në atë kohë. Dhe shumë projekte infrastrukturore cilat i kishin shtin funksion pasurinë resurset e kësaj. Dhe jemi në situatën ku e kemi potencial, shteti i Kosovës, jo vetëm komuna Deçanit, ka një potencial tepër të madh në aspektin e turizmit. Kemi 2 produkte ndërkombëtare që kalojnë nëpër Deçan, që janë shtigje alpine, bjeshkatare. Nuk kemi mujt me i përkrah agroturizmin Deçan që është tepër thelbësor, nuk kemi mujt me shtin funksion sektorin më të rëndësishëm që është turizmi, duke pas parasysh
pasurinë që e ka ky qytet bukurit të jashtëzakonshme që ka, dhe ende nuk kemi mujt me shtin funksion pistën e skijimit që është ndër pistat më të mëdha në Ballkan edhe në Evropë, e që kish bu Deçanin një destinacion të përkryer turistik. Unë kam këtë honor, jam tepër i sigurt që kam me realizu këtë honor, nuk kam me lënë guri pa lëviz pa realizu këtë honor dhe Deçani patjetër që ka me qenë destinacion për krejt qytetarët e Kosovës dhe ka me qenë destinacion edhe për krejt qytetarët e Evropës edhe matutje. Po, pra, Dise kur bon të ndarë buxhetore nuk është kjo analizë, domthonë edhe Peja, edhe Juniku, edhe Gjakova, edhe Istogu, edhe Klina i kanë veçantitë e veta, i kanë resurset e veta, potencialet e veta që i dashur me u përfundue për më shumë, nuk isha besu që jemi në vitin 2025 dhe ne ende flasim për trotuare, për kanale të ujitjes, për ujë pijes, për kanalizime, për asfaltim të rrugëve, për infrastrukturë shkollore ose shëndetësore, që me padurim po e pres me kalune në një shkallë tjetër zhvillimi, në një stat tjetër zhvillimi kur na flasim për zona më inovative që na bojnë zgjidhje, që nuk e lojnë rinin me dalë për këtij vendi, po ajo ëndra që e kem pas gjithë që ky vend me qenë me treja, me jap shpresë, me motivu me jetun këtë qytet me ndodhur realisht. Mirë kryetar, po të falenderojmë shumë. Sigurisht na kemi me ardhur në Deçan me realizu edhe linje tjera direkte, sa i përket edhe inovacioneve dhe gjithçka tjetër që do ndodh, meqense se tetori vjen shumë shpejt. Kemi me ardhur. Juftoj edhe mezi presë me shpërfaq. Po. Patjetër që do vim, sepse e dim që Deçani ka bjeshk të bukur, është një qytet i mirë dhe padyshim që duhet të ketë pra një investim më të mirë, patjetër që do vim ne edhe këtu në emisionin Folmearin, për herë ju themi që kryetarët e komunës vetëm një ja u garantoj që ata që vinë në herë në Deçan dëshirojnë këtë qytet. Kryetar, falenderojmë shumë, sigurisht do të zhvillojmë edhe intervistë edhe para zgjedhjeve lokale që do të jenë. Në shëndet e çdo të mirë, e vlerësojmë shumë që ndatë kohën me neve. Mirë se vini. Faleminderit shumë. Shëndet e gjatë mirë. Mirë, dëgjues edhe shikues të emisionit Folmearin, e kishim kështu kryetarin e Deçanit dhe ndau edhe shpalosi sigurisht edhe këto telashe që kanë shoqëruar për këto vite qeverisje, por edhe një lajm edhe që do të rikandidoj sërish Artin për të parin e Deçanit, pra në zgjedhjet e 12 tetorit ku tashmë kjo datë vetë se dihet, edhe do të jetë një fushat zgjedhore Artin gati një muaj, kështu e kanë parashikuar dje edhe Këshilli Qendror i zgjedhjeve sa i përket zgjedhjeve lokale, kështu që jemi sy e vesh emision Folmearin i njeh shumë mirë këto problematika që i kanë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe sigurisht secilën prej tyre do të adresoj edhe në kohën e zgjedhjeve se çfarë kanë bërë, kanë realizuar, si kanë realizuar, pse si kanë realizuar e gjithçka tjetër. Mirë, pra Rilend, po kalojmë prej komunës Deçanit në diçka të bukur. Ne kemi pas një telefonues pikërisht në ditën e